Stacioni i trenit do të kthehet atje ku ka qenë. Në faqen e prokurimeve publike është publikuar hapja e tenderit për zgjatjen e hekurudhës Tiranë-Durrës. Siç shihet nga ky dokument, bëhet fjalë për investimin që do të nisë nga terminali i autobusëve dhe deri në bulevardin e ri të kryeqytetit, pikërisht aty ku do të vendoset edhe stacioni kryesor. Fondi maksimal i ofruar nga hekurudha shqiptare do të jetë 1 miliard e 500 milion lekë të reja, ku kompanitë që do të përfshihen në garë do të duhet të paraqesin ofertën jo vetëm për shinat, por edhe veprat si urat metalike dhe ato betoni, mbi kalime dhe nën kalime të ndryshme për të lejuar kështu edhe lëvizjen e lirë. Paralelisht, puna po vijon edhe për linjën Rinas-Durrës, që do të shërbejë si për transportin e udhëtarëve, ashtu edhe të mallrave. Në këtë mënyrë, Shqipëria ka nisur kështu rrjedhësimin e rrugëve të hekurta, duke rikthyer lëvizjen, por jo përmes shpejtësisë të ulët. Një tjetër sfidë mbetet shtrirja e rrjetit në thuajse të gjithë Shqipërinë, por edhe lidhjen me linjat ndërkombëtare.